26 vite më parë, në një mëngjes të heshtur pranvere, Kosova humbi një prej mendjeve më të ndritura të saj. Por ajo që ndodhi atë ditë nuk ishte thjesht një humbje, ishte një zhdukje. Një akt i errët, i mbuluar me heshtje dhe frikë, një krim pavarr. Sot, pas më shumë se një qerek shekulli, emri i Ukshin-Hotit tingëllon si një thirrje për drejtësi, e heshtur, por e pashuar. Kush ishte ky njeri që mbolli ide e guxim? Dhe pse duhej të zhdukej pikërisht ai? Ky është rrëfimi për një burr që s'u përkul kurrë. Një jetë që u flijua për idealin më të lartë, lirinë. Para se të vazhdojmë me këtë histori tronditse të Ukshin-Hotit, ju ftojmë që ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton Histori Epike. Këtu e risjellim të kaluarën ton me fakte, emocion dhe dinjitet, sepse vetëm duke e njohur të kaluarën mund të kuptojmë të ardhmen. Mbështeteni rrëfimin ton për t'u siguruar që zërat e heshtur të historisë si ai i Ukshin-Hotit të mos harrohen kurrë. Ukshin-Hoti u lind në vitin 1943 në fshatin Krushe Madhe e Rahovecit. Një tokë që gjithmonë ka dhënë burra të urtë e trima. Që në rini ai shfaqi një ndjeshmëri të thellë për padrejtësinë dhe një mendje të mbret për filozofinë politike. Studimet e tij i kreu në Zagreb, më pas në Beograd dhe më vonë në Harvard. Aty ku do të përvetësonte mendësinë perëndimore, por pa humbur asnjëherë rënjët shqiptare. Ai nuk u bë kurrë pjesë e turmës. Ai ishte zëri që sfidonte regjimin nga brenda, i veçantë, i qartë dhe i rrezikshëm për çdo sistem që ushqehej nga shtypja. Në një kohë kur të gjithë heshtnin, Ukshin-Hoti fliste, dhe jo me fjalë të zakonshme. Fjalët e tij peshonin si çekiç mbi ndërgjegjen e një populli të shtypur. Ai ishte ndër të paktët intelektual që fliste hapur për bashkimin kombëtar, jo si thirrje emocionale, por si projekt politik, juridik dhe historikisht justifikuar. Ai e dinte se për këtë do të paguante, por nuk friksohej. Shkruante: "Ne nuk kërkojmë të pushtojmë askënd. Ne kërkojmë vetëm atë që është e jona, të drejtën për të qenë zot në shtëpinë tonë." Në vitet 70 Ukshin-Hoti kishte qenë i angazhuar në disa pozita të ndryshme politike dhe arsimore në Kosovë, ku fillimisht kishte rënë në kundërshtim me udhëheqësit jugosllav dhe me sistemin e regjimit jugosllav në Kosovë. Hoti u burgos disa herë nga regjimi serb, jo për ndonjë vepër penale, por sepse idetë e tij trazonin strukturën e pushtetit. Në vitin 1982 dhe më vonë në vitin 1994, ai u dënua për veprimtari armiqësore, që në fakt do të thoshte për të menduar lirshëm dhe për të folur me zë të lartë. Në protestat studentore të vitit 1981, mbështeti kërkesat e studentëve shqiptar për shpalljen e Kosovës Republik dhe u dënua me 9 vite burgim. Më 1984, Gjykata Supreme e Jugosllavisë në Beograd ja zbriti dënimin në 3 vite e gjysmë burg. Pas arrestimit, vuajti dënimi në disa burgje, fillimisht në burgun e Prishtinës e më pas në atë të Zagrebit, në Ljubljanë e së fundmi u transferua në burgun e Gjilanit. Në vitin 1985 u lirua nga burgu, por u izolua në fshatin e tij të lindjes në Rahovec, me qëllim izolimin e aktivitetit të tij politik, duke ju marrë edhe pasaporta. Në fillimin e viteve 90, teksa Kosova përjetonte errësirën më të thellë të shtypjes serbe, një zë i fuqishëm rikthehet në skenën politike për t'i dhënë popullit shpresë dhe drejtim. Ukshin-Hoti, i persekutuar pa mëshirë nga regjimi i Slobodan Miloševićit, ai nuk dorëzohet. Përkundrazi, reaktivizohet fuqishëm në radhët e lidhjes demokratike të Kosovës.
duke marrë drejtimin e degës së saj në Rhovec. Por Ukshini nuk ndalet me kaq. Kur regjimi mbylli me dhunë dyert e universiteteve shqiptare, ai mori përsipër një detyrë fisnike, të edukoj studentët në kushte të pamundura. Mësimi vazhdoi në shtëpi private dhe objekte fetare, aty ku dijes ju dha jetë në fshehtësi përballë dhunës së pushtuesit. Viti 1992, fshati Brestovc i Rhovecit bëhet skenë e një akti të guximshëm. Ukshin Hoti organizon një homazh për viktimat e pafajshme që ishin vrarë nga policia serbe në një protest 2 vite më parë për idealin e shenjtë, Republikën e Kosovës. Por homazhi u shndrua në përplasje. Policia serbe bllokoi rrugën. Ukshini i vendosur u përball me ta dhe kërkoi lirimin e kalimit. Përgjigja, breshëri plumbash ndaj qytetarëve të paarmatosur. Disa mbetën të plagosur, e Ukshini u arrestua sërish. Në fund të po atij viti, ai dha dorëheqjen nga LDK-ja pas përplasjeve me kryesinë që nuk ndanin të njëjtin vizion dhe vendosmëri për të ardhmen e kombit. Në vitin 1993, Hoti aktivizohet me Unitetin Kombëtar Shqiptar, apo Unikomb, një forcë politike që nuk kishte frikë të artikulonte idealin që ai kishte për zemër, bashkimin e të gjithë shqiptarëve në një shtet të vetëm. Në një homazh tjetër, këtë herë në vitin 1994, ai bën thirrje që tronditi strukturat serbe. Krijimin e forcave të armatosura të Republikës së Kosovës. Ukshini e dinte mirë. Liria nuk dhurohet, ajo fitohet. Në prill të atij viti, Unikomb i ofron postin e liderit të partisë. Por rruga drejt këtij qëllimi ndërpritet me dhunë. Më 17 maj 1994, rrugës për në Prishtinë, Hoti arrestohet nga forcat serbe. Akuza se ishte pjesë e një lëvizje ilegale, se po punonte për rënimin e shtetit Jugosllav dhe se partia e tij nuk ishte e regjistruar. E vërteta, ai po punonte për lirinë, për kombin, për drejtësinë, dhe për këtë u dënua me 5 vjet burgim. Në burgjet serbe ai nuk u thye, përkundrazi, aty ai shkroi një nga veprat më të rëndësishme të mendimit politik shqiptar, Filozofia politike e çështjes shqiptare. Një libër që nuk është thjesht një analizë politike, por një testament shpirtëror i një kombi që kërkon vetëvendosje. Gjatë viteve të burgimit, zëri i Ukshin Hotit nuk u shua, përkundrazi u përhap edhe më tej, tej mureve të qelive, tej kufive të Kosovës. Partia Unikomb, të cilën ai kishte lidhur idealin e tij për bashkimin kombëtar, nisi betejën për lirimin e tij. Mendimi i Ukshinit, vizioni i tij, fjalët e tij të guximshme për liri dhe drejtësi nisën të përktheheshin në gjuhë të huaja. Akti i tij mbrojtjes u kthye në manifest për ndërgjegjen shqiptare. Shoku i tij ngushtë, Bislim Elshani, botoi broshurën Politika në pranga, një thirrje publike për drejtësi për Ukshinin dhe për gjithë Kosovën. Rasti i tij nuk mbeti më vetëm çështje kombëtare, ai arriti në Parlamentin Evropian. Me fillimin e luftës në Kosovë në mars të vitit 1998, Këshilli Evropian u kërkoi autoriteteve të Beogradit lirimin e menjëhershëm të Ukshin Hotit, por Serbia refuzoi. Edhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq e takoi Hotin me 1 mars të vitit 1999. Megjithatë, autoritetet serbe nuk pranuan të shqyrtonin lirimin e tij. Në tetor të 98-s, me propozimin e Partisë Radikale Transnacionale me selinë në Rom, Parlamenti Evropian e nominoi Ukshin Hotin për çmimin prestigjioz Saharov për lirinë e mendimit. Por megjithatë, çmimi ju dha presidentit Ibrahim Rugova. Ndonse Ukshini nuk fitoi çmimin, ai fitoi vëmendjen e botës.
Në konferencën e Rambujes në shkurt të 99-s, përfaqësuesit shqiptar kërkuan që Ukshin Hoti të lirohej dhe të merrte pjesë në bisedimet vendimtare për Kosovën, por edhe këtë herë Serbia u përgjigj me mohim. Në Burg Ukshini komunikonte me familjen përmes letrave prekse që motra e tij Myrvete Hoti u shpërndante gazetave në Kosovë dhe posaçërisht redaksisë së Zërit të Kosovës në Zvicër. Këto letra u bën dëshmi e një mendjeje që nuk u përkul as nga burgjet e as nga represioni. Por ndërkohë që Ukshini vuante në qelitë e burgut të Nishit, lufta në Kosovë merr përmasa shkatrimtare. Më 25 mars 99, forcat serbe bombardojnë fshatin e tij të lindjes Krushën e Madhe. Pastaj vërshojnë në fshat, duke shpërndar tmerr e shkatërim. Shtëpia e Ukshinit dhe ajo e prindërve të tij shkatërrohen dhe më pas digjen. Ndër dokumentet e djegura dyshohet të ketë qenë edhe teza e doktoraturës së Ukshinit, një punë shkencore që nuk arriti kurrë ta mbrojë për shkak të luftës. Familja e tij detyrohet të arratiset. Në kaosin e krijuar, vëllai i tij Ragipi kthehet në fshat për të kërkuar gruan dhe vajzën, por nuk kthehet më. Trupi i tij pa jetë gjendet pas 53 ditësh. Prindërit e Ukshinit strehohen në Nagavc, një fshat i mbushur me banor të zhvendosur. Edhe aty bombat nuk kursejnë askënd. Babai i Ukshinit, Nazif Hoti, plagoset rënd në krah nga një shpërthim granate. I moshuar dhe pa ndihmë mjekësore, ai ndroi jetë me 18 prill 1999. Në këtë kohë, Ukshin Hoti transferohet nga burgu i Nishit në atë të Dubravës, një vend ku shpresa dhe jeta do të sfidoheshin deri në kufijtë e mbijetesës. 16 maj 1999, dënimi i Ukshin Hotit përfundon. Sipas dëshmitarit Bajrush Gjemajli, ai shoqërohet nga 2 roje drejt daljes. Por kjo ndodh në një ditë të pazakont për lirimin e të burgosurve, të dielën, që nga ai moment Hoti zhduket pa lënë gjurmë. 3 ditë më pas, me 19 maj të 99-s, burgu i Dubravës rrethohet nga tanke dhe armë të rënda. NATO e bombardon dhe më pas, brenda mureve të atij ferri, forcat serbe nisin kasaphanën. 176 të burgosur masakrohen, më shumë se 200 plagosen në rënd, mitraloz, granata, bazuka, çdo armë e mundshme përdoret kundër njerëzve të pa armatosur. Human Rights Watch viziton vendin me 24 maj dhe regjistron dëmet, të cilat do t'i publikoj më vonë në një raport zyrtar. Ukshin Hoti, një nga mendjet më të ndritura të kombit, një udhëheqës me vizion të qartë për të ardhmen shqiptare, zhduket pa gjurmë. Në duart e atyre që ja kishin frikën mendimit të tij më shumë se sa armës. Autoritetet serbe deklaruan se është liruar nga burgu, por askush nuk e pa më. Asnjë gjurmë, asnjë lajm, asnjë kufom, thjesht zhdukje. Shumë besojnë se ai u ekzekutua nga shërbimet serbe. Të tjerë mendojnë se ishte një eliminim i paramenduar, sepse ai përfaqësonte një rrezik më të madh se çdo armë, fuqinë e mendimit. Hoti nuk është thjesht një i zhdukur politik. Ai është simboli i gjithë atyre shqiptarëve që u zhdukën sepse donin më shumë nga jeta se sa të ishin skllëvër në tokën e tyre. Ai është ndër të rallët që e kuptonte se liria nuk është dhuratë, por detyrë. Ai e deshi kombin jo si flamur, por si përgjegjësi. Në mungesë të varrit të tij, kemi fjalët e tij, dhe këto fjalë nuk vdesin, nuk plaken, nuk heshtin. Tani janë bërë 26 vite që kur Ukshin Hoti është zhdukur. Por a mund të zhduket vërtet një njeri si ai? A mund të varroset një ide që është ende e gjallë në çdo shqiptar që kërkon drejtësi, liri dhe bashkim? Jo, sepse Ukshin Hoti nuk është më vetëm një emër, ai është një shenjë,
një plag që nuk mbyllet pa të vërtetën, një kujtesë se liria ka emra dhe fytyra. Dhe ndonjëherë këto fytyra zhduken që të mos i shohim më, por pikërisht atëherë ato bëhen të pavdekshme. Ne nuk do të harrojmë, ne nuk do të heshtim, zëri i tij nuk është varrosur. Ai është në ajrin që thithim kur themi jemi shqiptar. Nëse dikush mendoj se me zhdukjen e tij do të zhdukej edhe ideja e lirisë së shqiptarëve, gaboj rënd, sepse Ukshinhoti sot është më i gjallë se kurrë, në librat që lexojmë, në idealet që nuk i harrojmë dhe në betejat që ende i kemi përpara. 26 vjet që nga dita kur Ukshinhoti u pa për herë të fundit, një njeri që duhej të dilte i lirë, por që u zhduk në duart e atyre që e kishin burgosur pa të drejtë. Familja e tij, shokët, bashkëveprimtarët dhe mbar populli shqiptar kërkojnë vetëm një gjë, të vërtetën. Pse Serbia edhe sot refuzon të tregojë se çfarë ka ndodhur me Ukshinhotin? Ku është trupi i tij? Kush e dha urdhrin? Kush mban përgjegjësi? Heshtja nuk është rastësi, ajo është krim në vete. Dhe përderisa nuk ka përgjigje, Ukshinhoti mbetet simbol i një padrejtësie që ende kërkon drejtësi. Ne jemi histori epike, aty ku historia rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.